Përshëndetje miq të dashur dhe shumë të respektuar nga kudo që po më përcjellni. Sonte nuk do të flasim vetëm për një lajm, as vetëm për një krizë e as vetëm për një luftë e ndonjë luftë që është duke u zhvilluar diku në botë. Sonte do të flasim për pyetjen më të madhe politike të kohës sonë. Kush do të sundoj botën në 10 vjetët e ardhshme? Tani më e dini të gjithë. Për më shumë se 80 vjet, bota është ndërtuar mbi një rend të dominuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por, apo përfundon kjo epokë, apo hym në një epokë të re ku Amerika nuk do të jetë më superfuqia e vetme. Apo ngrihet Kina si sfiduesi më i madh i historisë moderne. A do të jetë India gjiganti i ardhshëm ekonomik dhe mbi të gjitha, a do të jetë rendi i ri botëror, ku disa qendra të fuqisë do të konkurrojnë njëkohësisht për ndikim global, jo siç ka qenë deri më tani vetëm Amerika. Për te i kësaj, unë sonte do të mundohem të shtroj edhe njëherë një tezë tjetër të cilën e kam mbrojtur prej kohësh. Besoj se shumë analist po e nënvlerësojnë një faktor vendimtar të shekullit 21, ngritjen e Turqisë. Jo thjesht si një shtet i fuqishëm dhe më i fuqishmi rajonal, por si një fuqi që po ndërton një industri të papar ushtarake, po ndërton një teknologji strategjike dhe ndikim geopolitik në hapësira të gjera, ku shtrihet prej Ballkani e deri në Azinë Qendrore, nga cepi më i largët i Afrikës Veriore tek Atlantiku e deri këndej tek Gjiri Persik. Nëse shekulli i 20 ishte shekull i botës verio-atlantike e sidomos i shëbave, a mund të jetë pra shekullin 21 edhe shekulli i rikthimit dhe i bërjes së Turqisë si një nga 4 qendrat kryesore të fuqisë botërore? Dhe tani pyetja që na prek neve drejt për drejt. Çfarë do të bëjnë këto ndryshime me shqiptarët? Çfarë do të thotë kjo për Kosovën në një botë ku Amerika më nuk është e vetmja superfuqi e botës? Sa do të ndikojnë rivaliteti SBA-Kin, ngritja e Turqisë, transformimi i çuditshëm i Evropës dhe krizat e lindjes së mesme në të ardhmen tonë kombëtare, në përgjithësi të hapësirës shqiptare? A jemi duke hyrë në një epokë rreziqesh apo mundësish të mëdha? A janë shqiptarët të vetëdijshëm? A janë duke e pa se ka është duke lëvizur bota? Sonte këto do të mundohem, sërish po them, të lidhi pikat që shumica i shohin si të ndara. Do të flas për Amerikën, për Kinën, për Turqinë, për Evropën, lindjen e mesme dhe shqiptarët si pjesë e të njëjtës histori. Mbase, kështu e bëra edhe paralajmërimin tim, se kjo analizë do të jetë analizë e analizave të deri tanishme që i kam bërë për politikat ndërkombëtare. Sepse unë besoj bindshëm se nuk po jetojmë thjesht në një ndryshim politik i cili e ka kapluar botën, por po jetojmë në një nga transformimet më të mëdha të rendit botëror që nga fundi i luftës së dytë botërore. Prandaj të dashur, përcjellës të mi, ju propozoj të mbani shënime, sepse do të keni vështirë ti mbani mend të gjitha ato të cilat do t'i them në këto minuta. Edhe për shkak se tema e sonte
nuk ka të bëj vetëm atë se çfarë po ndodh sot, ka të bëj me atë se si do të duket bota ku do të jetojnë fëmijët tanë dhe nipërit tanë pas 10 vjet e tutje, me një Amerikë më jo siç ka qenë deri më tani. E dini, jam pasionuar pas historisë. Zakonisht, historia e njerëzimit përshkruhet si histori e ngritjes dhe rënjes së fuqive të mëdha. Ngjashëm ka ndodhur kështu, nga perandoria romake, perandoria bizantine, perandoria osmane, perandoria më pastaj britanike, nga dominimi evropian i shekullit 19 e deri te epoka amerikane pas vitit 1945. Përgjatë gjithë kësaj kohe, rendi ndërkombëtar ka qenë produkt i forcave të fuqishme midis aktorëve kryesor të sistemeve globale në të cilat kanë frymuar perandorit e sapo përmendura. Sot, në vitin 2026, bota ka hyrë në një nga transformimet shumë të çuditshme, ku shumë studius e krahasojnë me periudhat më të rëndësishme të historisë në 500 vjetët e fundit. Sot, në vitin 2026, bota ka hyrë në një fazë transformimi që shumë studius dhe ekspert të politikave ndërkombëtare e krahasojnë me periudhat më të rëndësishme të historisë në 400 vjetët e fundit. Disa të tjerë e krahasojnë me fundin e luftës së ftohtë, të tjerë me shpërbërjen e perandorisë osmane, ka të cilët e krahasojnë me fundin e perandorisë britanike, por ka edhe nga ata që shohin ngjashmëri me fundin e shekullit 19, kur Britania e Madhe po humbiste gradualisht e përsinë e saj ndaj fuqive të reja industriale që po lindnin në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, pyetja themelore që shtrohet sot është: apo përfundon e rendin ndërkombëtar i dominuar nga Amerika? Nëse po, atëherë kush do të zëvendësoj atë? A do të jetë Kina? A do të rikthehet bota multipolare? A do të lind një rend i ri, Kinë SBA, apo bota po hyn në një periudhë kaosi me ligje të xhungullës, ku askush më nuk do të ketë fuqinë e mjaftueshme për të udhëhequr sistemin ndërkombëtar, por do të lëvizin sipas interesave të tyre të aty paratyshme. Kjo analizë e imja sonte argumenton edhe një gjë, se gjatë dekadës së ardhshme nuk do të kemi më një zëvendësim të thjesht të Amerikës me Kinën. Unë kështu mendoj. Përkundrazi, besoj bindshëm se do të shohim lindjen e një sistemi të ri global, ku fuqia ndahet midis disa qendrave të mëdha strategjike. Në mesin e tyre, besoj se do të jetë edhe Turqia. Megjithatë, gara kryesore do të mbetet midis Washingtonit dhe Pekinit. Shikuar në histori pra, pas përfundimit të luftës së dytë botërore, SBA u shndrua në fuqinë më të madhe ekonomike, ushtarake dhe teknologjike të kohës. Në vitin 1945, veç dëgjoni këtë fakt, Amerika prodhonte parafërsisht gjysmën e prodhimit industrial të botës. Pjesët e tjera të botës, pas luftës së dytë botërore, kishin dalë të shkallmuara,
të shkatëruara, disa të rënuara tërësisht, ku ekonomit e tyre vareshin nga ndihmat, remitancat dhe mbështetjet ekonomike dhe politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mbase, një prej tyre ishte edhe Gjermania e dal e rënuar nga lufta e dytë botërore. As një shtet tjetër pas viteve 1945 nuk mund t'i afrohej as përse afërmi Amerikës. Amerika kontrollonte sistemin financiar global, institucionet ndërkombëtare, financiare dhe ekonomike të cilat i ndërtoi në bazë të interesave të veta dhe dominimin global që e kishte shtinë në dorë. Pastaj rrugët dëtare, pastaj posedonte teknologjinë strategjike dhe natyrisht rezervat kryesore monetare të botës. Dollari u bë shahdamari në përmes të cilit dhe me të cilin kryeshin të gjitha transaksionet kryesore ekonomike financiare të botës. Dollari Amerikan thjesht u bë monedha globale. Pastaj institucionet si International Monetary Fund, pastaj World Bank, pastaj United Nations, Kombet e Bashkuara, pastaj Organizata e Bashkëpunimit Veriu-Atlantik dhe shumë të tjera u ndërtuan kryesisht nën udhëheqjen dhe sipas vizionit dhe interesit amerikan. Pas rënjes së Bashkimit Sovjetik në vitin 1991, atëherë kur Gorbačov e nënshkroi perestrojkën, Amerika mbeti superfuqia e vetme e botës. Ky moment u quajt nga studiuesi i njohur amerikan Charles Krauthammer si unipolar moment. Dhe nga këto bota fillon të frymon krejtësisht ndryshe. Për herë të parë, miq të dashur, në histori, një shtet e kishte ekonominë më të madhe, ushtrinë më të fortë jo vetëm të kohës, po si për fuqia më e madhe në historinë e njerëzimit, teknologjinë më të avancuar, e kishte monedhën globale, e kishte bile edhe dominimin dhe ndikimin kulturor, në përmes së cilit interferante në çdo shtet dhe në çdo cep të botës, ashtu siç e shihte ajo. Hollywoodi, Silicon Valley, pastaj universitetet amerikane e në veçanti korporatat shumëkohshme amerikane u shndruan në instrumente të fuqisë së butë amerikane të cilat i ndihmonin implementimin e platformës mendësisë dhe politikës amerikane kudo qoftë në botë. Shumë ekspert besonin se edhe shekulli 21 do të ishte gjithashtu shekulli amerikan. Por shumë herë historia ka plane të tjera dhe të ndryshme nga ato të cilët fuqit e superfuqit i përgatisin mbi tavolinë. Çfarë ndodhi? Ndodhen natyrisht gabime strategjike amerikane të cilat me sa po shihet do t'i kushtojnë shumë. As një fuqi, miq të dashur, nuk bie vetëm sepse të tjerët forcohen karshi saj, por bie edhe për shkak të gabimeve të brendshme, për shkak të erozionit dhe gryrjes dryshkut të brendshëm, sidomos në rrafshe sociale dhe morale. Pas vitit 2001, SBA hyn në një seri konflikte shumë të kushtueshme. Lufta e Afganistanit, hyrja në Irak, Siri, ndërhyrja në shumë konflikte e probleme rajonale kudo në botë, ku kostoja totale e këtyre luftrave llogaritet
në triliona e triliona dollar që i kishte harxuar Amerika. Ndërkohë, derisa Amerika shpenzonte energji në lindjen e mesme, Kina po investonte shumë në industri, në teknologji, në porte detare, në universitete, në inteligjencë artificiale dhe në infrastrukturë globale, ku i kishte shtrirë rrugët e portet e hekurudhat nga Amerika Latine në Evropë deri diko, në Afrikë dhe natyrisht në kontinentin e Azisë. Ky është ndoshta, mendoj, paradoksi më i madh gjeopolitik i fillimit të shekullit 21. Shtetet e Bashkuara të Amerikës investuan në lufta, Kina po investonte në ekonomi. Derisa tanket amerikane patrullonin në shkretëtirat e Irakut dhe të lindjes e mesme, fabrikat kineze po pushtonin tregjet globale. Derisa Washingtoni kërkonte të ndryshonte regjime të shumta në botë, Pekini po ndërtonte zinxhir furnizimi dhe po i afronte rreth vetes regjime të cilat dëshironte t'i rrezonte Amerika. Dhe natyrisht kjo krijoi bazën kryesore të ngritjes kineze. Prandaj e quaj fenomen kinez. Cili është fenomeni kinez? Ngritja shumë e shpejt, më e shpejta në historinë njerëzore. Për shkak të vizionit aq të fuqishëm, të thellë, të logjikshëm dhe për shkak se po mësonte nga gabimet strategjike të mëdha që po i bënte Amerika. Imagjinoni, në vitin 1980, dëgjojeni ju lutem dhe mos e harroni këtë fakt. Derisa në vitin 1980, kjo ekonomia kineze ishte shumë më e vogël se ajo e Italisë, sot, pas 40 e diçka vite, Kina është fuqia e dytë e planetit. Në shumë sektor industrial, Kina tashmë e ka kaluar edhe Amerikën. Po të marrim me shifra të rumbullaksuara dhe të krahasueshme midis Kinës dhe Italisë, për të pasur çfarë don të thot politikat e mençura të një shteti, dëgjoni faktet. Thash, në vitin 1980, Italia ishte shumë larg, shumë më lart e zhvilluar ekonomikisht se Kina. Në vitin 1980, ekonomia e Kinës, GDP-ja, ishte që aty dikon rreth 190-200 miliard dollar. Imagjinoni. E Italisë në këtë kohë ishte mbi 700 miliard dollar. Pra, Italia kishte një ekonomi afërsisht mbi 3 herë më të lartë se Kina. Në anën tjetër, miq, e shohim më pastaj, sot Kina ka një GDP nominale, diku mbi 19 trilion, afër 20 trilion dollar, ndërsa Italia 2.3-2.5 trilion dollar. Kjo dënë të thotë se ekonomia kineze sot është mbi 8 herë më e madhe se ekonomia italiane. Nëse përdorim sa për krahasim dhe për ta kuptuar edhe më mirë, nëse përdorim metodën e fuqisë blerëse, PPP, e dini jo se çfarë do të thotë kjo, diferenca në këtë rast bëhet edhe më e madhe midis Kinës dhe Italisë. Kina ka 40 trilion dollar PPP. Italia që aty midis 3.5-4 trilion dollar PPP. Në këtë rast, nga që kjo perspektive fundit, ekonomia kineze është 11 herë më e madhe se ajo italiane. Është një fakt i çuditshëm që bën me përmend këto. Të dashur,
Ju thash, këna me e bohe në këtë video analizën e analizave të deri tanishme që i kam bërë për politikat ndërkombëtare, sepse po dua të nisi një periudhë tjetër, natyrisht vazhdimi i kësaj i analizimit të ngjarjeve në botë, por me fakte të prekshme, sepse mendoj pas 280 analizave, ligjeratave, videove, të cilat i kam bërë mbi politikat ndërkombëtare, ka ardhur koha që ju, nëse i keni dëgjuar të gjitha me vëmendje, dhe sidomos ju përcjellësit e mi të vazhdueshëm, ka ardhur koha që ato analiza të përgjithësuara, ndonjëherë edhe në detaje, ti qesim me shifra, për të realizuar atë që ju kam premtuar më shumë se njëherë. Botën, globin, ngjarjet ndërkombëtare që ndodhin në glob, ka me javëqit mbi tavolin, si një tatli në mënyrë që ta shihni se çfarë ka ndodhur, çfarë po ndodh dhe çfarë mund të ndodh në të nesërmën tonë. Një fakt është i pamohueshëm. Asnjë shtet në historinë e njerëzimit nuk e ka nxjerrë nga varfëria popullin në qindra milion njerëz në një periudhë kaq të shkurtër siç e ka bërë Kina. Studiues të rryer, të cilët punimet e tyre i botojnë në periodik të ndryshëm, jo në përfaqe internetit të cilat janë krijuar vetëm për të tërhequr moni. Shumë studius, serios, ekspert, të cilët botimet e tyre i botojnë, shkrimet e tyre i botojnë në për periodik dhe revista shkencore të njohura në botë, e krahasojnë transformimin kinez me revolucionin industrial britanik. E krahasojnë edhe me ngritjen amerikane të shekullit 19, që ishte një bombë atomike në kuptim simbolik, po them, të zhvillimit, e krahasojnë gjithashtu edhe me mrekullin ekonomike gjermane dhe japoneze të pas viteve 1945. Por, Kina ka edhe një avantazh që Britania, Gjermania dhe Japonia nuk e kishin. E ka avantazhin e popullsisë. Me afër 2 miliard banor, mbi 1.5 miliard banor, Kina sot disponon tregun më të madh potencial në botë. Disponon gjithashtu bazën më të madhe industriale, që sot me logjikën e sotshme njerëzore as që mund të imagjinohet rënimi i saj. Disponon përveç tjerash edhe rezerva të jashtëzakonshme nëntoksore e mbi të gjitha, bazuar në politikat aq të mençura të udhëheqjes kineze, sot Kina posedon një rezervar të jashtëzakonshëm talentesh shkencor të cilat i ka qit nga universitetet e tyre, për të cilat universitete Kina ka harxhu hiç më pak se 3.6 trilion dollar investime. Në shumë fusha strategjike, sot Pekini konkuron drejt për drejt Amerikën, në cilat në inteligjencë artificiale, në kompjuter kuantik, në energji të gjelbër, në bateri elektrike, që Kosova ka mund të jetë një superfuqi, superfuqi botnore jo, po një shtat shumë i rëndësishëm në botë, duke u bazuar në fabrikën e baterive, të cilën e kemi pas në Gilan, dhe është për hekër, dhe për të cilën mos them vajtoj, por vazhdimisht e ngriti zërin këto, se një ndër dëmet më të mëdha, të cilët shqiptarët vetë ja kanë bë Kosovës, është sistemi i privatizimit, në përmes të cilit kanë fituar individ të caktuar, por është shkatruar ekonomia e vendit, është shkatruar Kosova
dhe populli shqiptar thuaj se është gjunjezuar ekonomikisht. Pra, Kina, përveç kompjuterve kuantik, energjisë gjelbër, është fuqi globale me fort se Amerika e konkuron fuqishëm Amerikën në bateri elektrike, në telekomunikacion, në prodhim industrial dhe të tjera. Dhe pikërisht këto, në qëto pikat të cilat i përmenda, fillon ajo frika e papërmbajshme strategjike amerikane. Për shka? Sepse historikisht dihet, kur një fuqi në ngritje e sfidon fuqin dominuse, e përsëris veç, bani shënime, kur një fuqi në ngritje fillon të sfidoj fuqin dominuse, sistemin ndërkombëtar hyn në periudhat e turbulencave, në të cilën periudhë rrafshet dhe pllakat tektonike, diplomatike, politike, sociale, shoqërore e ushtarake fillojnë televizin aq sa rezulton me rënimin e fuqive dominuse. Kjo në shkencat e marrëdhënieve ndërkombëtare quhet, apo më mirë, Graham Allison e quan kurthi i Tukiditit, të cilën kurth term e kam shpjeguar në një nga videot e kaluara. Të dashur miq, nga kudo që më përcjellni, kur them në videot e kaluara, nuk them për të thirrë në atë çka e kam thënë vet, sepse tek e fundit është e incizuar. Është në këto 460 video të cilat i kam bërë në 2 vitet e fundit. Prej 460 videove, mbi 250 janë vetëm për politikën ndërkombëtare. 60% mund të jenë lindje mesme Turqi, Azi, Afrikin, ndërsa mbi 40% të tyre janë sigurisht për Evropë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera të botës. Miq, e bona pyetjen në fillim, kush do ta sundoj botën në 10 vitet e ardhshme? Jo rastësisht, them, shiqoni videot e kaluara siç kam përmend në videot e kaluara, për t'i respektuar në veçanti përcjellësit e rregulltëmi, të këtë mos them tëmi, të këtyre ligjëratave dhe videove, dhe për të udhëzuar ata të cilët nuk i kam pa ato video. Se krahas leximit të librave, të problemeve politikave dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, le t'i shiqojnë këto video, sepse do të jenë një ndihmes e madhe. Në vend se t'i lexojnë 10-15 libra për një temë, këto i kanë në një video të shokluara 10-15 artikuj së paku e mos të them edhe libra. Pyetja tani, të cilën e thash që në fillim, dhe që është esenca e kësaj video është kush do të sundoj botën në 10 vitet e ardhshme. Shpjegimin për Kinën të cilën e bëra, faktet e dokumentuara rreth Kinës, raportet kinezo-amerikane, sidomos në rrafshin ekonomik, ishin si një parathënie për përgjigjen të cilën tani në minutat në vazhdim do t'ja jap kësaj pyetjeje. Të dashur, nëse ngritja e Kinës është ngjarja më e rëndësishme e shekullit 21, atëre krahasimi, jo, po atëre rikthimi i nacionalizimit strategjik amerikan përfaqëson kundërpërgjigjen më të rëndësishme politike ndaj saj. E dini, vazhdimisht kam thënë se Trumpi nuk vije si individ që do të ndryshon botën sipas tekeve të tij, por Trumpi vije si mendësi
e prodhuar e rezultuar si rezultat i lëvizjeve dhe ndryshimeve epokale që pëndodhnin në marrëdhëniet ndërkombëtare. Në qëtë kuptim, pra, figura e Donald Trump, të nderuar e përsëris për të disa të herë, nuk duhet parë vetëm si një fenomen elektoral amerikan, se po vjen një president dhe po do me bo ndryshime. Mirë po, figura e Donald Trump duhet parë si simptom e një transformimi shumë më të thellë. Cili është ai? Ndërgjegjësimi amerikan, se epoka e dominimit të pakontestuar amerikan në botë po merr fund. Dhe Trump është rezultat i kësaj fryme, kësaj mendesie në botë dhe i këtij ndërgjegjësimi. Çfarë do të thotë ndërgjegjësim? Po e sheh me syt e ballit Amerika, se Amerika, epoka e dominimit të saj, të pakontestuar deri më tani, po merr fund. Për dekada me radhë, elitat ekonomike dhe politike amerikane besonin se, dëgjoj, çfarë gabimi katastrofik strategjik. Elitat ekonomike, politike amerikane besonin se integrimi ekonomik i Kinës në sistemin global do të transformonte Kinën gradualisht në një fuqi shumë të ngjashme me Perëndimin. Kanë menduar se me Kinën mund të bëjnë sikur me shtete të vogla, duke financuar ojeqe të ndryshme, duke imponuar ide globaliste, duke financuar projekte të ndryshme që i bënin shtete dhe klasa politike të mendonin me kokën amerikane, të flisnin me gjuhën amerikane dhe të vepronin sipas interesave amerikane. Gjë që është normale kjo për perandorit në për periudha të ndryshme, se cila është munduar të imponoj vetveten dhe gjuhën e vetë, mendesin e vetë, politikën e vetë, ekonomin e vetë, të bën shahdamar të shteteve në të cilat është akomunduar perandoria. Mirë po, me Kinën nuk ndodhi kjo, ndodhi e kundërta, ndodhi bash e kundërta. Kina i pranoi ndihmesat, lëshimet, strategjit amerikane, por në fund pavarësisht fare Washingtoni, e as Brukseli, e as Londra, ajo këto të mira të cilat i vinin nga Perëndimi i përkthente në një mendësi interesash kineze, jo interesash perëndimore. Çfarë ndodhi? Kina nuk u amerikanizua. Përkundrazi, Kina u pasurua, u fuqizua dhe filloi tani ta sfidonte edhe vetë Amerikën. Ky moment, unë mendoj, shënon fillimin e epokës së re dhe mbarimin e epokës së kaluar. Kur erdhi Trump për herë të parë në pushtet, shumë analist e trajtuan atë si një devijim i përkohshëm politik amerikan. Por sot është e qartë se Trumpi nuk ishte shkaku i krizës, ai ishte produkt, pasoja e krizës. Radhazi edhe njerë po e përsëriti, sepse kam të drejt të them këtë. Shumë herë e kam potencuar që nga momenti kur Trump vije në shtëpin e bardhë, se Donald Trump përfaqëson mendësi, jo se po sjell një mendësi të re. Shumë kush, edhe tek ne shqiptarët, e kanë parë këtë analizë timen si diçka të tepruar dhe se nuk ka të bëj me realitetin. Ama, të dashur miq, sot edhe analistët më të njohur në botë, ju betohem,
edhe analistët më të njohur në botë dhe ekspertët më të shquar të këtyre tematikave e thonë të njëjtën siç unë e kam thënë para 6-7 viteve. Për më shumë se 30 vjet, globalizmi ka prodhuar vazhdimisht fitues që nuk do duhej të ishin dhe humbës që nuk do duhej të ishin ata. Dhe që kjo atmosferë, që kjo mendësi e sjell Donald Trumpin në pushtet. Kush ishin fituesit? Ishin korporatat shumëkombshme, ishin qendrat financiare, ishin elitat ideologjike dhe elitat teknologjike. Po kush ishin humbësit pra? Ishin rajonet industriale amerikane, ishin fabrikat të cilat ishin ndërtuar me mund, ishin punëtorët e fabrikave, ishte shtresa e mesme tradicionale amerikane, me miliona e miliona vende të punës, imagjinoni, u transferuan në Azi. Më besoni shumë herë me shok, kam folë se ajo që po ndodh sot në Evropë, ku Evropa po i transferon fabrikat e saj në Azi për shkak të kostos, dhe për shkak të nivelit aq të lartë të hyrave dhe standardit në Evropë, një ditë Evropës dhe botës perëndimore do t'i kthehet si bumerang. Sepse megjithatë ka një drejtësi hyjnore edhe në këtë botë. Ka. Nëse këndej ngritet në qiell dhe këndej bie në pus, dikun zatet nalt atje dhe dikun ky poshtë zatet dikun ku shpërthen dhe pastaj ngritet në mënyrë të befasueshme. Së paku si një bumerang dhe si një përgjigje e dhimbshme e këtyre të cilët pagat i kishin 5.000, 7.000, 10.000 euro, ndërsa këta poshtë, shtresat e tjera në përbot, me 100, 200, 300 euro pagueshin për punën një mujore që e bënin. Miliona vende e përsëris të punës Evropa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i transferuan në Azi. Qytetet të tëra industriale në SBA humbën bazën e tyre ekonomike. E këtë më së miri e kuptoi Trump. Shumë më mirë se kundërshtarët e tij politik. Mesazhi i Trump ishte i thjeshtë. Amerika nuk do të financoj më pasurimin e Kinës dhe të vendeve tjera të Azisë. Pikërisht këto fillon transformimi i madh i politikës amerikane dhe i ndryshimeve rapide që ndodhen në botë. Për herë të parë, pas luftës së ftohtë, Washingtoni filloi të flasë shumë hapur për rivalitet strategjik afatgjat me Pekinin. Dhe kjo tregon se problemi nuk ishte Trumpi, por problemi kryesor i botës dhe Amerikës ishte pikërisht Kina. Lufta ekonomike midis Kinës dhe Washingtonit është lufta më e madhe në histori. Në shekullin e 20, fuqit e mëdha kanë garuar për tanke. Në shekullin e 20 ato garojnë për mikroqipa. Kush kontrollon teknologjinë, mikroqipin, kontrollon sot ekonominë botnore. Kush kontrollon ekonominë, natyrisht se do ta kontrolloj edhe politikën, e kush e kontrollon politikën sot, kontrollon rendin botnor. Prandaj, lufta e sotme nuk zhvillohet kryesisht në për fushbeteja. Ka ndru havaja ma. Lufta sot zhvillohet në laborator të ndryshëm, në universitete dhe duke investuar në universitete, në kompani teknologjike, në qendra të inteligjencës artificiale, ku të gjitha këto në shumicë Kina është
shumë përpara Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj, SBA po përpiqet të kufizoj qasjen e Kinës në këto teknologji të avancuara. Po luan me Afrikën, po luan me Evropën, po luan me Rusin, me Ukrainën, me Venezuelën, me vendet e tjera, vetëm e vetëm për ta parandaluar, nëse nuk mund ta bllokoj, për ta parandaluar këtë zhvillim kaq të hapshëm të Kinës. Në lojë ma miq, nuk është bile as vetëm ekonomia. Në lojë është tani pushteti global. As njëherë, prapë po them, në histori, nuk ka pasur një garë kaq të madhe për kontrollin e teknologjive që do ta formasojnë të ardhmen tonë. Nëse nafta ishte burimi strategjik i shekullit 20, inteligjenca artificiale po bëhet burimi strategjik i shekullit 21. Ekspert të njohur sot shkruajnë duke argumentuar se inteligjenca artificiale do të ketë ndikimin më të madh se energjia elektrike, se ndoshta edhe interneti, se revolucioni industrial i mëparshëm. Edhe arsyeja shumë e thjeshtë. Inteligjenca artificiale mund të transformoj njëkohësisht edhe ekonominë, edhe ushtrinë, edhe arsimin, edhe shëndetësinë, edhe administratën publike, edhe që të gjitha këto edhe do t'i kuptojnë dhe dëgjojnë, mësojnë nëse nuk i kanë ditur qeverit shqiptare në Shqipëri dhe këto në Kosovë. Një shtet që fiton garën në inteligjencën artificiale mund të fitoj avantazh të shumëfisht ndaj rivalve, të cilën tani e ka Kina në dorë, dhe pikërisht për këtë arsye SBA dhe Kina po investojnë shumë ma ramence. Besoj bindshëm, dhe kur them besoj bindshëm, në dekadën e ardhshme mund të shohim lindjen e një forme të re fuqie, cila superfuqia algoritmike, jo se por fuqia ushtarake. Ndoshta nuk do të fitoj ai që ka më shumë tanke, por do të fitoj ai që i ka algoritmet më të mira, më të thella dhe më të shpejta. Po lindja e mesme në këtë vorbull, në këtë analizë gjithë përfshirëse të analizave që i kam bërë deri më tani, lindja e mesme më vazhdon të mbetet zemra energjetike e planetit. Shumë herë miq, gjatë historisë është shpallur fundi i rëndësisë së lindjes së mesme. Bile tek ne shqiptarët dalshin ka do të punime ka njerë në për portale, në për sene se naftës po i bie, kjo nafta kështu, lindje mesme, pi hargjohet nafta sene, po koncentrohet bota tjera ka, por nga në jo. Edhe pse është fol ashtu për lindjen e mesme. Energjia që gjindet aty mbetet gjaku i ekonomisë botnore. Pavarësisht tranzicionit drejt energjive të tjera të rinovueshme, nafta dhe gazi kanë me vazhdue edhe për një kohë të gjatë të mbeten baza e sistemit ekonomik global. Prandaj, rajoni që shtrihet nga Gjiri Persik, e deri të Mesdheu Lindor, e deri të Afrika Andej, dhe më gjerë ka ujrat e poshtme të Oqeanit Indian që lidhen më pastaj me Afrikën, do të vazhdojnë të ruajnë rëndësinë e tyre të jashtëzakonshme. Pikërisht për shkak se këto vende posedojnë resurse të pashtershme nëntoksore e sidomos gazin dhe naftën. Dhe natyrisht, duke i ditë superfuqitë e botës, Kina, Amerika, Evropa dikur, Rusia dhe vendet të tjera, duke i ditur këtë të mira, këto bereqete që ja ka falë Allahu lindjes së mesme, kanë shku edhe vazhdimisht
kanë luftuar për lindjen e mesme, duke mashtruar popull të tërë, berezat të tërë, se atje luftohet për demokratizimin e vendeve, për demokratizimin dhe emancipimin e popujve, për kthimin e tyre në njerëz normal, se kinse Evropa apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas këshin qenë të emancipuara e të zhvilluara e të demokratizuara para popujve të lindjes së mesme. Civilizimi islam, që nga shekulli i 7 e të rëndit botën pozitivisht me të arriturat humane dhe të gjithëmbarshme dhe para civilizimit islam, shumë kohë para Evropës dhe para se të zbulojë Amerika, civilizimet të tëra, të cilat kanë buru lind dhe frymzuar botën nga lindja e mesme, mbesin fakte të evidentuara në faqet e historisë, të cilat i injorojnë dhe i neglizhojnë, vetëm ata që sot eksploatojnë lindjen e mesme dhe në përmes eksploatimit, duke dash të mbulojnë ato, mashtrojnë popull, shoqëri, fondacione të ndryshme, të shkruajnë se ne në lindjen e mesme jemi për demokratizimin dhe për njerëzirizimin e kombeve dhe popujve e shteteve të lindjes e mesme. Lindja e mesme, miq, ndikon fuqishëm në tregjet energjetike, në transportin global, në inflacionin botëror, e natyrisht në këtë sigurin ndërkombëtare. Për këtë arsye, Amerika nuk largohet nga lindja e mesme. Për këtë arsye, humb ushtar, me mira ushtar ka humb, me triliona dollar ka harxuar për të mbetur në lindjen e mesme, jo për demokratizimin e atyre popujve, por për mbajtjen nën kontroll të kërthizës së botës. Kërthizës së botës, jo vetëm në ekonomi, por në çështje politike, diplomatike, qytetërimore, kulturore dhe të gjithanshme. Amerika nuk largohet lart nga lindja e mesme. Kina, derisa Amerika nuk largohet lehtë nga lindja e mesme, Kina po hë aty gjithnjë e më shumë dhe më fuqishëm. Në anën tjetër, Rusia po kërkon të ruajë ndikimin e saj. Dhe, që është më interesante dhe që lidhet me temën e sotshme, Turqia synon të ketë një rol të madh, më të madhin nga të gjitha shtetet e fuqishme të tjera të botës. Se si, do të mundohem ta shpjegoj. Dhe ajo çka ja vlen të përmendet këto miq është se edhe shtetet e gjirit po ndërtojnë një autonomi strategjike që po e ndryshojnë dhe po ndikojnë në ndryshime të mëdha të rendit botnor dhe në konfigurimin e rendit të ri, në të cilin mesa shihet nuk do të jetë më kurrë Amerika si e vetmja superfuqi e botës. Në dekadën e ardhshme mendoj, lindja e mesme nuk do të jetë më thjesht objektiv i rivalitetit të fuqive të mëdha, por ajo mund të bëhet vetë një nga qendrat kryesore të rendit të ri global, ndërsa Turqia si faktori determinant aty. Në prag të luftës së parë botnore, miq, ju kujtohet, Britania dhe Gjermania konsideroheshin rivalet kryesor, por ngjarjet u ndikuan fuqishëm edhe nga Rusia, Franca, Austro-Hungaria dhe Perandoria Osmane, bile edhe nga shtete më të vogla se këto që i përmenda. Përse e përmenda këto? Për shkak se nuk do të jetë vetëm rivaliteti midis SBA-ve dhe Kinës ai i cili do të përcakton të ardhmen e botës. Apo nuk do të jenë vetëm dëshirat, vullnetet e tyre, interesat e tyre, ato të cilat do të përcaktojnë të ardhmen e botës më. Nuk do të jetë aq më pak vetëm Amerika, nuk do të jetë aq më pak vetëm Kina, por do të jenë edhe faktorë të tjerë siç ka ndodhur edhe para luftës së parë botnore. Prandaj thash, nëse në prag të luftës së parë botnore Britania dhe Gjermania
konsideroheshin rivalet kryesor, ngjarjet të cilat i paraprin asaj lufte të parë botnore, u ndikuan shumë fuqishëm, edhe nga Rusia, edhe nga Franca, edhe nga Austro-Hungaria, edhe nga Perandoria Osmane dhe nga shumë vende të tjera. Kështu, në shekullin e 21, ndonse Kina dhe Sheba janë qendrat kryesore të gravitetit global, rendi i ardhshëm, dua të them, do të formosohet edhe nga një grup fuqish të mesme dhe të mëdha, të cilat po kërkojnë të rrisin ekonomitë e tyre, strategjitë e tyre dhe ndikimin e tyre. Midis këtyre 4 aktor meritojnë vëmendje të veçantë: India, Rusia, Turqia dhe ndoshta edhe shtetet e Gjirit Persik. Ajo që duhet të na interesoj këto është puna edhe e neve shqiptarve. Të respektuar, në pamje të parë pyetja kush do ta sundoj botën, në pamje të parë duket larg interesave shqiptare, por në realitet është e kundërta, është afër interesave shqiptare. Çdo ndryshim i madh global që ndodh ndikon në ekonominë shqiptare menjëherë, ndikon në investimet e huaja në gjeografinë shqiptare, ndikon në imigracionin, në sigurinë, në pozitën ndërkombëtare të Kosovës, ndikon në rolin e diasporës shqiptare, pa të cilën nuk do të kishte zhvillim as Shqipnia e aq më pak Kosova. Nëse bota hyn në një periudhë rivalitetit të madh, vendet e vogla do të duhet të tregojnë me shumë zgjuarsi strategjike si kur më parë në historinë e tyre. Për shqiptarët, sfida nuk është të zgjedhin fituesin, por sfida kryesore është të pozicionohen mençur në një botë që po ndryshon thuajse nga themeli. Po ku do të jetë Turkia në këtë ngjarje të mëdha? Bota po kalon ma nga rendi unipolar në një rend të ri, në një rend civilizues. Shumë është interesant. Argumentimi se Turqia së bashku me Kinën, me Amerikën dhe me Rusin, ngjitas me të edhe India, se do të jetë njëra prej 4 fuqive të botës, e ka kuptimin dhe kam desh të them, dhe po them tash botërisht se fjala është për një rend civilizues me civilizime të ndryshme që do ta sundojnë botën. Pra, jo vetëm shtete, por edhe qytetrimet do të bëhen aktor. Në çet kuptim, Shëbat do të përfaqësojnë bërthamën anglo-amerikane. Kina do të përfaqëson qytetrimin sinik. India me Rusin do të përfaqësojnë qytetrimin hindo-orthodoks lindor, ndërsa Turqia, përsa unë e lexoj, gradualisht do të pozicionohet si qendra politike, ushtarake dhe teknologjike e pjesës më të madhe të botës islame. Nëse e mbështes këtë, si argumentoj, Turqia po bëhet qendra gravitacionale e botës muslimane. Sot bota muslimane ka afër 2 miliard banor. Asnjë shtet musliman nuk i kombinon njëkohësisht edhe industrinë, edhe popullsinë, edhe ushtrinë, edhe teknologjinë, edhe pozitën gjeografike, edhe trashëgiminë historike, siç i kombinon Turqia. Nëse Arabia Saudite e ka kapitalin, nëse Katari i ka financat, nëse Pakistani e ka armën bërthamore, atëherë Turqia po bëhet tëruri strategjik i gjithë botës muslimane. Ky është një nga argumentet e mia të fuqishme, të cilës ju rrije pas se Turqia do të jetë njëra prej 4 fuqive perandorake të botës së ardhshme. Britania e ka bë në shekullin e 19, në shekullin e 20 Shëbaja, Kina në shekullin e 20, ndërsa Turqia po bën
përpjekje të ndjek të njëjtin model të Kinës dhe bazuar në resurset e botës muslimane të jetë edhe para Kinës. Një argument tjetër, dobësimi i rivalitetit të botës arabe. Kjo shihet qartë se shtetet arabe, asnjë shtet arab nuk e ka popullsinë e madhe sa të Kinës, nëse e hjekëm Egjiptin, nuk ka asnjëri industri të zhvilluar sa të Turqisë, ushtri moderne, bazë teknologjike, nivelin e arsimimit siç e ka Turqia dhe natyrisht nuk e ka edhe zhvillimin industrial ushtarak. Prandaj, shumë çështje të botës islame po kthehen gradualisht drejt Ankaras. Nuk është e çuditshme që pikërisht tani Arabia Saudite, Siria, Jordania dhe vendet e tjera arabe e pranuan propozimin e kahmoqëm të Erdoganit të Kinës që të rindërtohet Hekurudha Istanbul, Mekë, Medine dhe Riyadh. Hekurudh e cila do t'i lidh vendet muslimane, arabe të pasura me naft dhe ku do t'a bëjnë Ankaran dhe Stambolin epiqendra e botës muslimane dhe një nga 4 shtetet më të fuqishme të botës së ardhshme. Prandaj, miq, unë mendoj se SBA, Kina, Rusia me Indien dhe Turqia nuk do të bëhen Turqia nuk do të bëhet superfuqi domosdoshmërisht, sepse do të ketë ekonominë e 4 të botës. Me krahasuar me Amerikën dhe Kinën e Indin edhe Rusin sot. Jo, por unë besoj, sepse mund të bëhet qendra strategjike e një hapësire prej miliarda njerëzish, është vendi urë e 2-3 kontinenteve, është nyje energjetike dhe ku kalojnë rrugët kryesore të botës, është qendër ushtarake teknologjike dhe një nga aktorët më me ndikim në botën muslimane. Prandaj, për fund të kësaj video, nëse deri midis viteve 2025, 2035, nëse Turqia mes këtyre viteve arrin të ruaj stabilitetin e brendshëm që atë shumë e trondisin e opozita tani që nuk e lën qeverin në pushtet ti kryej dhe ti arri objektivat e veta, nëse arrin të vazhdoj revolucionin ushtarako-teknologjik, nëse arrin të forcoj lidhjet me Azinë qendrore, ku gati sa nuk jenë shpall një shtet i vetëm, nëse arrin ta ruaj pozicionin e vetë në gjirin arabik dhe në Afrikë bile ta forcoj edhe më shumë, dhe nëse arrin të shmang krizat e mëdha ekonomike dhe kryesorja, nëse arrin të shpëtoj kurtheve, nxitjeve dhe lojnave në para pashpind të Izraelit dhe fuqive kundërshtuese të Turqisë, atëherë Turqia mendoj se mund të jetë me pa pikë dyshimi një nga 4 qendrat kryesore të fuqisë së botës. Dhe kjo nuk është as pak e pamundur, por jam më së i bindur se meriton një trajtim serioz akademik. Pra edhe nga ne shqiptarët. Mirupafshim.